Përshëndetje miq, në këtë video do të tregojmë 3 histori interesante me protagonistë qend. Ju ftojmë të na ndiqni pasi e dim se do t'ju pëlqejnë pa mas. Le të fillojmë pa humbur kohë me historinë e parë. Në një fshat të vogël për të qetë, larg qytetit, dukej se gjithçka shkonte mirë. Përveç Lunës dhe Leos, të cilët mezi e përballonin jetën e tyre. Luna ishte një qenushe që përpiqej të gjente ushqim për të voglin e saj Leo. Leo ishte i vogël por i dashur. Ai ishte gjithmonë në pritje të ushqimit që Luna nuk e siguronte dot aq lehtë, por syt i shkëlqenin nga dashuria për nanën e tij. Luna ishte tepër e dhimbshur, bënte gjithçka për të siguruar ushqim për Leon, pavarësisht se jeta i përballte me sfida çdo ditë. Një mbrëmje, ndërsa dielli po perëndonte dhe qielli po vishej me ngjyrat e mbrëmjes, Luna u nis drejt një shtëpie në lagje, duke shpresuar të gjente diçka për të ushqyer Leon. Ajo u fut në kuzhinën e hapur të një shtëpie dhe arriti të kapte një copë mish nga tavolina. Po për fatin e saj të keq, zonja e shtëpisë e pa dhe e zëmëruar e goditi Lunën me një fshesë duke e lënduar. Luna, e mërzitur dhe e plagosur, largohet nga shtëpia duke lënë pas copën e mishit që kishte shpresuar t'ia sillte Leos. E lodhur, e lënduar, e mërzitur, Luna u kthye te vend strehimi i tyre i përhershëm. Leo e priste me padurim. Sytë e tij të mëdhenj dhe të pafajshëm shkëlqenin. Ndërkohë ai e pyet: "Mami, a ke sjell ushqim? Jam shumë i uritur." Luna ndjeu një dhimbje të thellë në zemër. Ajo e dinte se nuk kishte asgjë për t'i dhënë birit të saj atë natë. Megjithatë, ajo e përkëdheli dhe i tha me zë të ëmbël: "Më fal biri im, sot nuk munda të gjej ushqim, por të premtoj se nuk do të lë kurrë të vuash nga uria." Ditët kalonin dhe situata bëhej gjithnjë më e vështirë. Luna përpiqej çdo ditë të gjente ushqim, por shpesh kthehej duar bosh ose e lënduar nga përpjekjet e saj. Ajo e dinte se duhet të bënte diçka për të siguruar që Leo të mbijetonte. Një ditë, ndërsa Leo po luante me disa kuti kartoni, Luna shkoi pranë dhe me dashuri i thotë: "Më prit këtu, dashuria ime, do të shkoj të gjej ushqim për ty." Por Luna e dinte se nuk do të kthehej më. Ajo vendosi të largohej duke shpresuar se dikush tjetër do të kujdese për Leon e saj dhe do t'i ofronte një jetë më të mirë. Leo ra të fle, po kur u zgjua, nëna e tij nuk ishte ardhur. Ditët kalonin dhe ai ndjente një bëshllëk të madh në zemër. Leo po e ndjente veten të pafat, teksa shihte qentë e tjerë që shëtisin me të zotërit e tyre, luanin me to. Ai jo vetëm që nuk kishte të hante, por nuk ishte pranë as nënën e tij. Leo vendosi ta merrte në dorë fatin e tij. Mungesa e dashurisë së nënës dhe ushqimit po e rrënonte çdo ditë. Ai kishte vënë në re një zonjë që bënte vrap çdo ditë bashkë me qentë e saj. Ata dukeshin tepër të lumtur dhe të ushqyer mirë. Një ditë kur ajo po kalonte, ai filloi të lihte. Zonja e pa dhe ju dhimbs. E mori në shtëpi, që nga ajo ditë Leo bë me një shtëpi të re. Leo tashmë ishte i lumtur, ai kishte gjithçka, kishte të hante, kishte një shtëpi të ngrohtë, kishte edhe shok me të cilët luante. Kurrë në jetën e tij nuk e kishte ngopur barkun si tani. Zonja e tij ishte e pasur dhe i siguronte çdo gjë. Ajo filloi ta nxirrte Leon shëtitje bashkë me qentë e saj. Një ditë, teksa kishin dalë në shëtitje, dëgjon disa të lehura. Ishin 3 qenë që i lidhnin një qen i femër. Ai e njohu atë zë, ishte zëri i nënës së tij. Qentë po i lihnin nënës së tij. Ajo kishte dashur t'i rrëmbente mishin atyre, por ata nuk e linin. Leo vrapoi tek nëna e tij.
Tre qenë ishin larguar. Ai i emocionuar i tha: "Mami, pse më le? Pse nuk u ktheve?" Luna uli kokën dhe me zë të dridhur tha: "Biri im, kurrë nuk të lash. Çdo natë për 14 netë rresht, unë gjita në atë pemë plot gjemba përballë shtëpisë ku po jetoje dhe të shikoja nga dritarja. Doja të sigurohesha që ishe i sigurt dhe i lumtur. Këto plagë që kam në trup, i kam nga gërvishjet e gjembave. Nuk kisha zgjidhje tjetër. Duhet të merrte dikush, ti duhet të mbijetoje." Leo u prek thellë nga fjalët e nënës së tij. Ai e kuptoi sakrificën dhe dashurinë e pamas që ajo kishte për të. Ato u përqafuan fort duke ndier ngrohtësinë dhe lidhjen e tyre të pathyeshme. Morali i historisë: dashuria e nënës është e pakushtëzuar dhe e pafundme. Ajo bën sakrifica të pamasa për mirëqenien e fëmijëve të saj, edhe kur këto sakrifica nuk janë të dukshme. Është e rëndësishme të vlerësohen. Qeni dhe ujku. Në një pyll të dendur dhe të egër, një ujk i uritur po ende në kërkim të ushqimit. Pasi kishin kaluar ditë të tëra pa gjetur asgjë për të ngrënë, ai ndjeu se forcat po e linin. Ndërsa po lëvizte ngadalë përgjatë një shtegu të ngushtë, ai vuri re një qen shtëpie që ecte krenar dhe i shëndetshëm. Ujku i mahnitur nga pamja e qenit ju afrua dhe e përshëndeti. "Përshëndetje kushëri, shikoj që je i shëndetshëm dhe i lumtur. Si ja del mban?" Qeni me një buzëqeshje të butë u përgjigj: "Jetoj me njerëzit e mi, të cilët më ushqejnë dhe më ofrojnë stre. Në këmbim unë ruaj shtëpinë e tyre dhe i mbroj nga rreziqet." Ujku, duke menduar për netët e ftohta dhe barkun e tij bosh, ndjeu një dëshirë të madhe për një jetë të tillë. "A mund të bashkohem me ty dhe të jetoj si ti?" e pyeti ai. Qeni tundi bishtin dhe tha: "Sigurisht, eja me mua dhe do të prezantoj me zotërin tim. Do të kesh ushqim të bollshëm dhe vend të ngrohtë për të fjetur." Ndërsa po ecin drejt fshatit, ujku vuri re një zonë në qafën e qenit ku qimet ishin të fërkuara dhe të pakta, lëkura duke pak e zhveshur. "Ç'është ajo shenjë në qafën tënde?" e pyeti ujku me kurreshtje. Qeni me një ton të lehtë u përgjigj: "Oh, është vendi ku më vendosin zinxhirin. Më mbajnë të lidhur gjatë natës që të mos endem. Por tashmë jam mësuar me të dhe nuk shqetësohem më." Ujku ndaloi papritur dhe duke reflektuar mbi fjalët e qenit tha: "Pra ti nuk je i lirë të lëvizësh si të duash?" Qeni u li vështrimi dhe u përgjigj: "Është e vërtetë, por kam ushqim dhe stret të sigurt." Ujku, duke ndier erën e lirisë që përkëdheli fytyrën, bëri një hap prapa dhe i tha: "Më fal mik, por unë preferoj të jem i uritur dhe i lirë, sesa i ngopur dhe i lidhur. Liria është pasuria më e çmuar që kam." Dhe me këtë fjalë, ujku u kthye drejt pyllit të errët, duke lënë pas qenin që shikonte me një përzierje habie dhe admirimi. Morali i kësaj historie: është më mirë të jesh i lirë dhe të përballesh me vështirësitë e jetës, sesa të jetosh në luks, por pa lirinë për të vendosur për veten tënde. Njeriu, ujku dhe qeni. Një mësim i hidhur. Një ditë ujku takohet me qenin. Ai e pyet: "Kushëri im, më thuaj, çfarë mendon për njerëzit?" Qeni uli kokën poshtë dhe me zë të lodhur tha: "Kur e përçmojnë njërin prej tyre, e quajnë qen." Ujku ngriti njërin vetëll kur eshtar pyeti: "Ndoshta i ke sulmuar fëmijët e tyre?" "Jo." "Atëherë i ke tradhtuar? Kur?" "A nuk e ke parë se si i mbroj nga sulmet e tua?" "Po," i tha ujku, "për çdo natë ti e bën këtë." Më pas, ujku e pyeti: "Tani më thuaj, si quhen trimat të zgjuarit, ata të cilët njerëzit admirojnë?" Qeni pshërëtin: "Ata quhen ujqër." Heshtja i përfshiu të dy, derisa ujku tundi kokën dhe me një të qeshur tha: "A nuk të thash? Unë i kam shkreptuar kopet e tyre, mbolla tmerrin te fëmijët e tyre, i tradhtova 1000 herë dhe ata më lavdërojnë, herojt e tyre i krahasojnë me mua."
Ai u afrua qenit dhe i përshpëriti: "Mëso diçka kushëririm. Njerëzit adhurojnë masakrën e tyre dhe poshtërojnë ata që janë besnik ndaj tyre." Të nderuar miq, nëse ju kanë pëlqyer këto tregime, ju lutem na komentoni cili ju ka pëlqyer më shumë. Nëse dëshironi, mund t'i bëni like videos dhe mund ta shpërndani në mënyrë që të përhapin sa më shumë mesazhe pozitive për të tjerët. Faleminderit.